Nata e 23 gushtit nuk ishte thjesht fundi i një dite, por fundosja në errësirë e 2 jetëve që po thurnin ëndrrën më të bukur njerëzore. Jetlira Foniqi, e martuar pak kohë më parë, vetëm 25 vjeç, mbante në bark bekimin e jetës së saj në muajin e 8 të shtatzanis, kur bashkëshorti i saj, Dora, që mendohej se duhet t'i mbronte gjithë jetën, vendosi të merrte aktin më ekstrem. Ishte vetëm një goditje që ndali 2 jetë. Babai i jetlirës ishte në Sloveni dhe nuk i besonte veshëve kur i dhan lajmin. Ai priste që pas një muaji të mbante mbesën në krah, por ky lajm ishte një tragjedi e vërtet. Ndërkohë, mama e 25 vjeçares i ka dedikuar një letër të fundit të bijës dhe i ka çuar një mesazh të fuqishëm ish dhëndrit të saj. Ajo shkruan: "Për ty jetlir, që u shove padrejtisht bashkë me jetën që mbaje brenda. Ishe vetëm 25 vjeç, në prag të një kapitulli të ri, por dritat e tua u shuan nga dora e errësirës. Jetlira ime, ti kishe shumë ëndra të bukura për jetën, por ti preu në mes dora që duhet të të mbronte. Bija ime, më kujtohet si sot, ti ishe foshnje dhe arrite në mes maleve së bashku me ne që ti mbjetosh luftës në Kosovë. Por ta ndërpreu jetën ai njeri që ne i dorëzuam amanetin e shpirtit, vajzën tonë. Në zakonet e shqiptarit, burrat dalin në shesh me burrat dhe mbrojnë me jetë gruan dhe familjen e tyre. Por personi që t'i zgjodhe të ndaje jetën nuk ishte burr, sepse u tregua i pabes. Si do të mundem unë të jetoj pas teje, zemra ime? Qofsh e fundit ndër femra që do ta kesh këtë fat. U presh në paqe jetlir, le të jetë kujtimi yt një thirrje e përjetshme për të mbrojtur jetën dhe për të ndalur çdo dorë që ngrihet mbi gruan."